Ju luta Allahut për diçka pse nuk po ndryshon asgjë. Ndoshta përgjigjja nuk mungon, ndoshta po ruhet për ty. Më lejo të ta shpjegoj. Ndonjëherë Allahu na jep pikërisht atë që kërkojmë. Ndonjëherë e vonon, sepse koha nuk është e duhur. Dhe ndonjëherë na mbron nga diçka që ne nuk e shohim. Vonesa e duas nuk do të thotë se Allahu të ka harruar. Mund të jetë mësim për durim, mbrojtje nga një dëm, ose përgatitje për diçka më të mirë. Por duaja nuk është vetëm fjalë. Bëj dua, vepro në mënyrë halal, largoju mëkateve sa të mundesh dhe mbaje zemrën të lidhur me Allahun. Mos mendo kurrë se duaja jote humbet. Çdo duaj sinqert dëgjohet. Përgjigja mund të vijë sot, më vonë ose në një mënyrë që nuk e pret. Prandaj vazhdo t'i lutesh Allahut, por beso në urtësinë e tij më shumë.